Zoti Bido, kërkuar fjalën për replik? Po, zoti kryetar. Ndaj meje apo ndaj kujt? Ndaj zoti Noka. Se ndaj meje nuk lejohet. Ndaj zoti Noka. Kam fjalën nuk lejohet replik Zoti me Noka, replik. po me qënë se thatë do ta kam nga diku ku tha dhe ju. Si të duash. Ka rëndësi. Nëse i drejtohesh, ka të drejtë në replikës. Zoti kryetar, në fakt replika ishte ndaj zoti Noka, po me qënë se ju vlerësoj si një ndër kryetarën më të mirë që ka pasur ky kuvend në histori, dhe dëgjoj me vëmendje kritikat tuaja, nuk donte shumë kohë që kritika juaj të binte poshtë. Përvoja parlamentare jo do e mos rëfen të qëni një deputet i mirë, dhe sa po e përfunduat këtë replik e faktoj zoti Noka, se përvoja nuk është i vetmi tregues. Sepse u qua edhe gënjeu dhe foli me gjasme për takimet të mia në zyrtatim. Dua që ta saktësoj për publikun që po kam qenë një herë te zoti Noka si gazetar për ta marrë në intervistë. S'kam qenë me asnjë politikan ndonjëherë në zyrën e zotit Noka, kurrën e kurrës, dhe për këtë madje i prish punë Evangel Dulës duke e përmendur sot se nuk më prish punë mua. Zotin Dule nuk e njoh personalisht, kam qenë shpesh në përballje ndaj tij, por zoti Noka është epitomia e se si nuk duhet jetë politika shqiptare. Ka qenë në vitet kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, ku të gjithë duhet të shkonin në zyrën e tij dhe pastaj të bëheshin drejtor, dhe befas pastaj dilte edhe prej këtij procesi me në një apartament shtesë në Sarand, ku kuksianët e tij dilnin pronar në Sarand. Dhe kjo tregon mënyrën se si ka funksionuar qeveria e Partisë Demokratike. Ndërsa sot është thjesht një kalk i shëmtuar i doktorit që është origjinal. Dhe politika nuk mund të bëhet me kalqe.